Qasjet e kundërta lidhur me projekt ligjin për barazinë gjinore shkaktuan debate në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme. Ndonse që në prezantim, zëvendës ministri i Shëndetësisë theksoi se në draft përmenden vetëm 2 gjini. Opozita ngriti pretendimin se ky projekt ligj synon të destabilizojë shoqërinë shqiptare. Një eksperiment i dhimbshëm për Shqipërinë që doni të realizoni duke shkatruar parimet kryesore të shoqërisë tonë, duke shkatruar konceptet themelore të familjes, burr dhe grua, nën martesë, duke hapur rrugën futjes konceptet e edukimit gender të fëmijëve që në shkolla, pra duke devijuar totalisht shoqërinë shqiptare dhe shoqërinë njerëzore. Por mazhoranca nuk pranoi pretendimet. Ishte kreu i grupit parlamentar të PS Tauland Balla, i cili përsëriti se ligji kërkon të ndrejsh pabarazit mes burrit dhe gruas në shoqëri. Që burrat dhe gratë e këtij vendi, kudo që punojnë, kudo që garojnë, kudo që kontribuojnë në shoqëri, të ndihen barabartë. Pra, ky është një ligj që flet për barazi mes burrit dhe gruas kudo. Madje shqetësimet e opozitës se ky ligj mund të ndikojë në familjet shqiptare u qartësuan edhe më tej nga të majtët. Ky ligj nuk krijon gjini të reja dhe nuk zëvendëson biologjinë, kështu që këtë duhet ta pranojmë të gjithë. Nuk rregullon jetën familjare apo prindërimin dhe nuk ndryshon termat nën, atë apo prind. Ligji nuk synon të rregullojë jetën familjare. Mes debatesh, komisioni kaloi në parim projekt ligjin me 8 vota pro. Votojmë në parim projekt ligjin për barazinë gjinore. Pro, kundër, abstenim miratohet me 8 vota pro, 2 kundër dhe 1 abstenim. Në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme u prezantua gjithashtu dhe kandidati për ambasadorin e Shqipërisë në Zvicër Ermal Treta, i cili vetëm disa muaj më parë la postin e kryetarit të Bashkisë së Vlorës.